Për mua ndërtimi i kësaj time capsule ka qenë një eksperiencë shumë e paharrueshme. Ishte një eksperiencë që më ndihmoi që të reflektoj për të kaluarën dhe të mendoj për të ardhmen. Ka qenë një projekt që gjithmonë kemi pas mbështetje dhe do me thonë falenderimi më i madh shkon tek do me thonë koordinatorja jonë, do me thonë Nora Prani. Më ka pëlqyer se si janë menu për të ardhmen edhe për ruajtjen e kujtimeve. Sada time kapsula jeste jedan projekat koji smo svi zajedno radili i imali smo velike koristi od toga zato što smo zajedno naučili kako obilaziti različita mjesta i upamtiti to što smo dakle imali priliku dakle da budemo dio time kapsule. Na kam mësuar shumë të tënave për gjëra të reja dhe nuk kena me harru kurrë. Shpresoj që ne kemi qenë shembull për të rinjët që të kontribuojmë më shumë për vendin tonë, ta dojmë vendin tonë dhe t'i dimë vlerat e vendit tonë. Të ruash kujtimet sot, që pas 3 dekadash të kthesh në gjurmët e kohës dhe të ndjesh sërish frymarrjen e qytetit, ritmin e rrugëve, zërat, dritat dhe çastet që dikur dukeshin të zakonshme. Duket si një mënyrë për t'i dhënë jetë të ardhmes përmes së shkuarës. Ajo që mund të dukej vetëm një ide e bukur në letër, ka marrë formë dhe frym, fal për kushtimit dhe imagjinatës së nxënësve të një shkolle në Pej. Në ambientet e shkollës fillore dhe të mesme të Ulët Xhemail Kada, nxënësit kanë sjellë në jetë një nisëm frymëzuese dhe me vlerë për të ardhmen, duke kapur ritmin e përditshmërisë së qytetit përmes objektivit të tyre, fotografive dhe xhirimeve që ruajnë copëza të gjalla të kohës. Mirë Prezantueni se kush jeni. Unë jam Ujana Dervishaj. Ndërsa unë Lorela Shabanaj. Kjo është Reina Asonaj, Menesa Sholja, Menara Vdiqi, Alina Kolic, Erina Haxhiaj, Enea Haxhiaj edhe Alisa Goska. Atëherë, Time Capsule është një projekt i ri, ndryshe është një traditë amerikane, cila është dalë për herë të parë në Kosovë përmes kësaj. Si ide është mendu edhe mirë mendu për një kohë shumë gjatë, më me thonë që muj, pasi është konë diçka që nuk është bë ma herët edhe na vetë nuk kemi pas shumë njohuri rreth kësaj. Mirë po duke studiu e kena pas sa e bukur edhe sa shumë vlerë kish bërë si projekt. Edhe në formë kena vendosur që me bo edhe mja kushtu një kohë mjaft të gjatë edhe mi kushtu shumë punë këtij lloji projekti që besoj që është dalë një projekt shumë i bukur. Brenda kësaj kapsule, në jo vetë që kemi vendosur zërin tonë, ne kemi vendosur kujtime, ëndra, kemi lënë gjurmë, pra, në mënyrë që gjeneratat e ardhshme, brezat e ardhshme, pas 30 vitesh, apo sado vite të caktuara, kur të hapin këtë kapsulë, të mos na mbajnë neve mend vetëm sikur një numra apo data, mirë po sikur persona që kanë dashur shumë këtë qytet. Projekti Time Capsule apo kapsula e kohës synon të mbledh e të ruaj kujtimet e qytetit si një thesar që do të hapet pas 3 dekadash, duke ofruar një pasqyrë autentike të kohës së sotme për brezat e ardhshëm. Në këtë udhtim krijues janë përfshirë 10 nxënëse, të cilat duke marrë role të ndryshme kanë kontribuar në ndërtimin e një arkivi të pasur që pasqyron jetën dhe frymën e Pejës së sotme. Do me thonë Time Capsule është në një farë forme si kapsulja apo kuti në cilën kena mbledh dokumente, pamje, imazhe të qytetit për me i rujt. I kemi mbyll që me ja u tregu brezave tashëm, krejt çka kemi dash, çka kemi mendu edhe çka u konë rëndësishme për ne brenda kësaj kohe. Edhe në atë mënyrë me ja u përcjell krejt vlerat edhe dashninë që kemi pas për qytetin brenda kësaj periudhe. Pra kjo kapsulë përmban gjëra të ndryshme, gjëra që tregojnë realitetin e Pejës së sotme. Të tilla kemi materiale, dokumente, video e gjëra të ndryshme. Si për shembull, kemi letër nga kryetari i komunës Zotri Gazmend Muhaxheri. Mos ande intervistë me alpinistën Brika Nikçi, e cila është pjesë e librit Guinness. Kemi materiale të ndryshme kulturore dhe edukative. Pastaj medalistët të arta të gjydës. Kemi shkuar në për kompani të ndryshme të Pejës, cilat nuk janë vetëm përfaqësuese të Pejës, mirë po edhe të Kosovës. Gjithashtu kemi përfshi imazhe dhe pamje të qytetit edhe jetës që është zhvilluar në qytet. Përpos kësaj, ne gjithashtu edhe kemi vendos elemente të ndryshme edhe gjëra simbolike nga kfori italian, Villaggio Italia. Edhe në këtë mënyrë kena menduar që mundemi me bëni lidhje mes shkuarës edhe të tashmes.
Nxënëset Lorela dhe Ujana theksojnë se ky projekt përbën një nga nismat e para të këtij lloji në qytetin e tyre, duke përjetuar si një eksperiencë unike dhe të paharrueshme. Sipas tyre, puna në grup, fryma e bashkëpunimit dhe përkushtimi i secilës pjesëmarrëse kanë qenë themeli mbi të cilin u ndërtua suksesi i këtij rrugtimi kreativ. Po, gjithsej nuk është një numër i caktuar të vajzave, kemi punu, shumë vajza domethënë kanë punu, secila ka jap kontributin e vet për krijimin e kapsulës. Ko ka marrë krijimi i kapsulës sepse është dashur që na vet shkojmë dhe t'i mbledhim këto materiale, që foto, elemente të ndryshme, video, intervista të shumta, është dashur krejt na vet me i bë, edhe në këtë mënyrë ne i kemi përfunduar gjitha gjërat, i kemi siguruar ato edhe i kemi vendosur brenda në kapsulë. Edhe në përgjithësi krejt puna që kemi bërë është kom punë në teren, për ata edhe është kom pak ma e vështirë, po që kena pas një dëshirë shumë të madhe edhe entuziazëm shumë të madhe për me arrit me kryu këtë projekt, kështu që ajo na ka mbajt ma shumë edhe pse është kom pak e latshme. QP-ja edhe është qyteti i parë në Kosovë që e bën këtë projekt. Kishme qenë shumë inspiruese se frymëzuese edhe për qytete tjera me bo. Është një vlerë shumë e mirë e qytetit Pes edhe përmban shumë vlera të mira brenda saj. Për to, pjesa më emocionuese mbetet pritja kur kapsula e kohës do të hapet pas 30 vjetësh, duke zbuluar kujtimet dhe historitë e ruajtura. Sipas tyre, nisma të tilla meritojnë të shtrihen në çdo qytet, pasi shërbejnë si ura që lidhin kohët, duke ruajtur dhe përcjell trashëgiminë dhe vlerat kulturore. Po që kjo pjesa interesant, a jemi apo s'jemi, këtë kjo është arsyeja e krijimit të kapsulës, se kush e pret, kush do ta shoh, ajo mbetet për me u po. Edhe nëse nuk jemi dim që kjo ka me mbet gjurmë brenda qytetit edhe ka me qenë shumë emocionuese kur të hapet edhe kur brezat arshëm kanë me po të kalumen e qytetit tënë. Mirë, po gjithnjë shpresojmë që kanë me vlerësu këtë punën që e kena bo edhe kanë një ditë vlerën jo vetëm neve që kemi punuar të mirë, po dhe qytetit Pes, edhe me po të kaluarën e saj. Atër gjithmonë bëheni që ata që ju bën mundje mirë, edhe që ata që dëni që është shumë, edhe nëse ndonjëherë ka më u duk shumë e lodhshme ose e pamundër, nëse dënë me krejt zemër gjithmonë ka me dalë shumë e mirë, shumë e bukur. Po, gjithashtu duhet me ditë vlerën e asaj që e keni, edhe pastaj sigur se kapsuja kur të hapim pas 30 vitesh e kur t'i shohim ka me na pru shumë nostalgji, andaj vish me vlerësu që ato që e ki edhe me qenë gjithmonë t'lumtur me që ato që e ki. Ky projekt nuk mbetet thjesht një iniciativë nxënësish, por shndrohet në një premtim të heshtur ndaj kohës, dëshmi se kujtimet jetojnë dhe përtej qastit, teksa forcon lidhjen e të rinjve me qytetin e tyre dhe ndërton një urë të padukshme mes të sotmes dhe të nesërmes, duke na kujtuar se kujtesa kolektive është pasuria më e çmuar që mund t'i lëmë të ardhmes.